prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë që ata kur i ka trajtuar, ata kanë qenë të vrasht. Tregon Ebu Huraira, një ditë prej ditëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte në mezhlis me disa njerëz, edhe po ju tregonte hadithe, mësime. Thot erdhi një nomad, hini edhe hiç pa prit. Pa kura kiameti? Çështo, çish kanë të fol? Apo, pa edep po vëzë. Pa edep. A do të pa edep? Pa edep kur ti je me një vend edhe nuk i përshtatës klimës asaj. Për shembull ti je në xhami, cingron telefonit tu fal namazi. Edhe bash dervish kishe spenin. Apo, ja u prish 500 vetave, ai thot, un jam Hanefis livriti. Livrit Allah, del jashtë, nale apo ban diçka. Apo dervish çfarë më dhan vëzë? E sill fëmia i pengon 500 veta, ti bash nomad. Çish bash nomad? Dali amaki. Daliat Allah po njes kanal mira Allahu sejze. Apo e nomad kë? Ai ka po bëu tu fol me njerëz. Hiç pe i than, a ka mundsi, as ka mundsi. Kur tha kiameti? Thot Ebu Huraira, e dashti pak me i kallxuçi ka dalë. Tha vazhdoj neve me na fol. E ignoroj. Atëra na tham ja se niti, ja s'po do mi fol. Apo, ja se niti, ja nuk po do mi fol. Kur e kryti Muhamedi s.a.s. muhabetin me këta njerëz, ligjerimin, atëri tha, ku o qaj shka mbeti për kiametin? A i tha, që e Rasul? Unë e pyta. Atëri tha pejgamberi s.a.s. kur të humbët amaneti, pritë kiametin. Atëri tha, kur humbët amaneti? Të shëdikun asë kur humbët amaneti. Atëri tha pejgamberi s.a.s. kur ti morin çështjet e njerëzve në dorë, ata që janë kompetent, pritë kiametin. Idha usida al-amru ila ghayri ahlihi fantadhir as-sa'a. Ka thënë sa kiametin pritë kur njerëzit që si përket një punë e marrin. E sa ka pikësaj vëzë. Sa ka pikësaj. Pit te kryetari, e ministra, e administrator, e hoxhallar, e dietar. Munohet cilësën me lut, e doktora. Këti dinana. A do me të prej operaci, të prejës në vla. A do me të donë vetfa, t'ja hapmi vetfa vla. A do me të kalzu, qka të ndonë me kitë dunjajën. A do, kur des ki kryetare, kur del. I besoj, palavrave, gjepurave, legendave, pse? Vetëm me ngop, epshin se na po dim diqka. Shiko, dërsa kjo arabi, qka i tha, e kur huba manetu, vla, se di une. Tha për mësram, kur ta shif se njerëzit s'janë kompetent në qatë qka janë të thirë. Apo, kjo është për shenjave të kiametit, vëllezër. Na vetë se jena të përjetuar, lutem Allahun që Allahu na ruan prej sherrit të shenjave të kiametit. Kjo ka qenë vëllezër prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tregon Abdullah ibn Omer vëllezër se arabët e kanë pas zakon që kur të vinë me bërtit, s'kan ditë me fol kadale. Apo s'kan ditë me ditë kjo pejgamber. Andaj ka ardhur transmetim tjetër vëllezër se ka ardhur një njeri prej arabëve edhe ka hyrë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ejukum Muhammedu, cëli api juve Muhammedi? O zveqë shtu, ka dalë, i dërguar i Allahu. Apo, andë ishe njërës, subhanallah, nuk di as se është para një autoritetit, para më një vjetit, ma ka dalë, ma qete, kështu më ra. Fol, aj, si me babën e vetë, si me djalin e vetë, si me grujnë e vetë, si me shokin, si me hoxën, si me afëzin. Kitë njësoj i ka, ka dalë Allah se gjalli jot nuk kanë shefi jot. Baba jot, so si gjalli jot, ndrojet tonin, zbute pak, zbute. E këtë vëzër, ku ta shifë një njëri që kiti ka njësoj, sa i thëjmë beduin. Allah në rrunga kjo sjellë. Thot Abdullah ibn Omeri, hini një nomad të pejgamberi së sellem, edhe po portat pilarg. Ma të rafi hadha dab, pilarg. Apo e këni një, o gjo haram. Vëllo, ka dale më hecë mangat, ka dale më zvet, qohë e pesh një dunja. Pilarg, ka thonë, hardhuca është haram. Mësëm ka thonë, nuk e ha, së është haram. Unë se ha. Apo, e a da është ka njerë, për mësëm sigur, mi u shku, mas i bërtiti, pak me quzani. Që me rrash, mi folë ati ka dalë, thotë, kja, sa ta mana. Unë e bërtas, thotë, ki folë ka dalë. E du është dhe njerë, shikove se, siklet i madhë Allah me këta njerës. Me njerës të vrasht, me njerës pak dhenë, shumë a siklet. Mi folë me të mirë, dhe pse me folë me të mirë? I kesh, dhe pse më kesh, dhe ja budallia. Po qish musil dhe vla me ti une? Kalzon qish musil? Duhet me atë mrolave dush më bëk pak si me mrola. Sa janë shumë izor. A ku ta shit fol përse në palidhje? A mrola ti ka shtu të luftës? O Allah, kur ti shlojsh mrolat e luftës,
Du të me folë për luft. Ama ti më rolet i ki të rana, a i të vetë për 2 dinar. Ska për stashmëri. Tha nuk e haune, sa haram. Hec. Apo? Erë tjetëri, tregon e Bera ibn Azib. Për para se me e kalzue, e ka përmen një ajet, Allahu Gjelluala. Në sunë Hujurat, ajeti 4, thëtë Allahu të bareke wa ta'ala, inna alladhina yunadunaka min wara'i al-hujurati aktharuhum la yaqilun. Thëtë Allahu Gjelluala, ata që të bërtasin ti o Muhammed pi jashtë shpijës. O Muhammed dil jashtë. Thëtë Allahu Gjelluala, shumica për tëre s'kan men. Allahu në rëjë, s'kan la yaqilun, s'kan aql, s'kan mene. E ka kalzu pastaj një rast për me dëshmue. Thëtë Beraja, erë një njeri të pejgamberi s.a.s. dhe i tha, o Muhammed, o ja Rasulullah, tha, kur ta lavdroj unë e dikan, e hjeshoj, e zbukuroj, a bona e shajta, shkoj a i njeri. Bona e fëndova une, e përbuza, së në qonë kryon kur. Tha për mësam, dhek Allah, azza wa gjell, që ki tha Allah, shkaj të thonë ti. Shikaj që ka thonë ki, ka hinje, ka thonë, o ja Rasulullah, kur ta lavdroj në njeri, u krya i mo. A i njeri shumë i popularën mo. Ska, populariteti ti është shumë i madhë. A tha, bana unë e shajta. Bana ja bana unë një demand. A i së në qonë më kryen. Tha Allah unë që ki. Jo ti. Allah i ku ta lavdroj dikan, ska më kushe erdzon. Edhe bani e përbuzi Allah u dikan. A më në qonë dikush? A më njëni me thonë, ka dalë se Ebu Lehebi gabim a i shkonë njëri mirë. Kush? Ebu Lehebi, s'ka mundësi. Njëni me thonë, Ebu Bekri, pse shijet Allah i ka malku dhe zërë gjithë mund janë të malkum? Shia, sepse i shah njëzit që Allah i ka lavdru. Ebu Bakr dhe Omeri radiallahu anhuma wa ardhahuma. Andaj këj njeri edhe ka plët një njëzit dhe zërë. A i njëri thot, unë e s'jam t'i folë këtina, edhe dhe me ka i shkoj mo, punë e madhë si t'i folë t'i këtina. O ka mundësit e kinderu ata. A ki pa shpesh e shkuj në Facebook. Thot, e luta Allahin me mi largu armist, e kur pisha miste mi po hiki pi muhe. Dhe me ki doa në këtë pranume. A kuptoni shërën e njeri sa i madha? Po nështë Allah i ka largu ata shërri jot, e i ka liru ata. Pse veç ti e liru? Kush ta ti se Allah të prandojë? Ki pa njërës thot, o gjo, e nini fatkeci dikuj që i ka ndohë. Dhe valla, me këshirë dhe halë këmë bëha doa në për ta. I për të thonë njëri, po mas që e ki vla doa në pranume, bane valla besharin në ta bëjë Allah e laqë. A ki të pranume? Mos e talë trunin e njeri. Po këtë janë beduinë, këtë janë vrashtë. Andaj tha, une kur ta lavdroj dikan, s'ka me ta, kur ta shaj, së në qonë krije. Tha po, kjo është Allahu Gjeli Gjelali. Se kjo e murë për dhejtin si si të zotit. E kjo është e Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëllezër, ka pas raste kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë ardhur beduinët edhe kanë dyshuar diçka, ngratë veta, në vlat të vet. E pejgamberi u ka pru me shembull çka ai e kupton. Jo mat çka ky e kupton. Ka ardhur një njeri tregon Ebu Huraira radhiyallahu an, hadith që kanë dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, ka ardhur një nomad edhe i ka thonë, ja Rasulullah, më ka linë një djalë i zi, unë s'kam me vlat zi. Për mësa me ka kuptuar, ta ka kuzu grujën. Ka njështë me dishu të grujës, ka të dulë ki i zivi. A mundët dhe zë? Mundët. A të thotim në hajzës kalani, s'ka argument që njeriu ta mohon dhe akuzon gruan e vetë, nëse djali i del jo shumë i ngjajshëm me ta apo me nanën. Del për shembull pak më i zi, a ka mundësi? Ka mundësi. Atëri ka thonë mësa, deve akiti, çka, sa me deve. Gjithë me shpjegu me deve. Edhe o shpesh po thonë, o gjë pse pis brit do shembulli për tokë, me mordha është jo vëlla. Dhe na mujna me marrë të një ligjërat që ka të hicë në janë gjatë kërka. Hicë, s'munësh me janë gjitë. Po du të me zditë për toke, që ti me thonë, mora vesh. Qështu, ape kupton? Tha me samë, deve aki o zëtëni. Tha, po. Qëfar në gjire, tha kanë? Tha, të bardha, të kuqe. Mirë. Tha, dënja, ka e zeza ka anu? Tha, po, kam edhe të zeza. Tha, ka i ki këtë të zeza? Ka kanë dalë, ti vesh të kuqe, të bardha. Tha, ndoshte e Rasulullah, do një deve ma herët. Apo? A ka ndo një zi pak, e ja ka lanë damari, ka artë e kjo është tash ka dalë. Tha, po edhe ki gjeliot nështë ta një babgjishe ke pas zi e tash ka dalë. E liroj. Atër i mor edhe shkoj. Shiko vëzër kanë thonë djetarë, ka fol me gjuhën e njeriu që e kupton. A dhe njëri për shembull, shkon i fol dikujna për fe, me terme që ka si kupton ai. Thot asaj të këtë mesele, thot se di jo. Po foli me gjuhën e vetë, që ta e kupton.
ndroja, apo shko i kam mësuar 3-4 terme të reja, apo dhe ç'është domo më azon dikujt krijen. Shpjegoj valla, çfarë se i kupton. Andaj nuk duhet njerëzve më u fol me gjuhën çka nuk e kuptojnë. Vetëm me kallzu diçka që ti e di ai nuk e di. Andaj pejgamberi i sjellte shembuj të cilat i bani njerëzit me e kuptu. Gjithashtu tregon Ebu Huraira se pejgamberi sallallahu shpesh bënte muhabet me bedeuit edhe çeshte me ta. Edhe i zgjedhte prej haditheve që ju kallzon, që ju vjen mirë atyre. Tregon Ebu Huraira një ditë për ditë thotë kam mexhlis, pat edhe nomad. I kalon me ul pejgamberi me bë muhabet. Dhe vetë këtu nomad nisësive që kanë pas mirë. Nisësi. Gjuhën e kanë ditë kullume. Dhe kjo për çuditave. Shkretinës u kanë, gjuhën e ka ditë kullume, derisa Abdullah ibn Abasi e ka marrë prej nomadëve gjuhën e kullume. Dhe të na kjo zbashkohet, nëse ha i vrash zakonisht, apo te këta njerëz të vrasht, ama gjuhën e kanë ditë të kulluar, pastër e kanë ditë. Edhe thot pat edhe nomad. Thot edhe pejgamberi e kallzoi një hadith. Tha Allahu ka më fut një njeri në xhenet. Tha edhe ky njeri në xhenet ka më thon Zotit, o Zot, du me mell baçën. Du me mjell, se unë në dunja kam mjell. Atëherë i thot Allahu xhelala, po çka duhet kur ke ti kije? Çka po duhet tash me mjellu? Xheneti je. Allahu xhelala drejtohet kështu. Atëherë i thot, jo Zot, po kam qef edhe me mjell. Mund të më në xhenet të mjelli. Po njeri është kështu. Apo atëherë i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot ja mundson Allahu me mbjell në xhenet, e kia gjun farën, thot sa shikimi i shpejt rritet ajo, bëhet si kodra. Që mund dunja të shme ujite, me vadite, me prite, me bo. Allahu xhore i hek këto procese, po veç ja mundson me mbjell. Edhe thot pejgamberi bëhen ato sikur kodrat. Edhe Allahu i thot, "Çe, haje tash pi bashës çka e mbjellë ti, se ti o biri i Ademit nuk ngop kur gjon." Kështu i thot Allahu te bareke ve teala. Edhe u kanë një nomad aty, edhe ka reagu. Ka thonë, "Wallahi ya Rasulullah, çiki oj Mekës oj Medinës." Ka thonë se nas mbjellni. Edhe ka qesh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot Ibn Hajar Asqalani Imam Nevawiu, nga përgjigjja e shpejt, se ka thonë na që çiki sjellana. Apo nas mbjellna, ka thonë çiki aja Medinës, ja i Kurajshve të Mekës. Pse ka qesh? Joni thot çish u ka reaguar në hadith. Çashtu Allah. Apo çashtu. Andaj shiko vëllazër, pejgamberi sa shiko edhe kur e ka pa namazin, çfarë hadithi ka kallzu? Diçka shka e kap ki. E pas ka thënë diçka tjetër, s'mund me kap. Andaj lejohet, kanë thënë Ibn Hajar Asqalani edhe Imam Nevawiu, do të lejohet që njeriu, hoxha, dietari, thirrsi, të përmend gjëra të cilat janë hak, janë të vërteta, s'ka kota, por janë domthon të këndshme për personin, edhe të kuptueshme për personin, sikur që e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.